Të dashur miq, përsëri jam para jush, për diskutuar me ju, për të ndëgjuar pyetjet dhe përgjigjet atyre dhe komentet e juaja. Ka qenë javë hektike në kuptimin e mbledhjeve të pafundme për përzgjedhjen e kandidaturave. Por mendoj se Partia Demokratike paraqet para shqiptarëve kandidaturat më përfaqësuese që ajo ka paraqitur në tërë ekzistencën e saj. Paraqet para shqiptarëve kandidatura që kanë një karrierë politike të gjatë dhe kanë qëndruar në pushtet si shërbëtor të qytetarëve dhe në opozit përsëri në misionin e rëndësishëm të mbrojtjes së interesave të tyre. Ka prurje të reja, burra dhe gra me një formim të shkëlqyer, të shkolluar dhe me eksperiencë shumë të mirë pune. Ka përfaqësues të komuniteteve nga mbar vendi. Dallojnë në mënyrë thelbësore nga lista e megafonit të Edi Ramës. Cilat janë dallimet? Shkurtimisht, grupi I parë I listës Edi Ramës janë që të gjithë pa përjashtim me dosje të rënda, spaku, aferash korruptive ndër më të mëdhat dhe lidhje me krimin ndër më të tmerrshme. Simbol I kësaj liste përveç Edi Ramës vet është Taulant Balla, I cili gjatë karrierës tij parlamentare ka komunikimin më kriminal dhe më banal me bandat, nga kërkesat për t'ia mbushur kartën e telefonit, tek premtimet për arrestimet, nga porosit për vrasje, tek rrëmbimi I votave. Pra, kemi të bëjmë me përfaqësues të shëmtuar të bandave më kriminale të vendit. Ministra që kanë vjedhur, kanë zhdukur miliarda euro. Grupi tjetër është grupi I patronazhis dhe famëzi, të cilët nuk kanë ligj as moral, mercenar të vërtet, që përdorin pushtetin, që shkelin kushtetutën për privilegjit e tyre dhe për të mbrojtur pushtetin. Përveç këtij grupi është grupi I turistëve. Deputetët, kandidatë të Edi Ramës, kategoria e tretë, janë turistë që si njeh kërkush, që përveç vizitave turistike, përveç se lidhjeve të tilla me Shqipërinë nuk kanë asnjë lidhje, nuk njihen, anonime, vendosën në lista sepse njëri thot se Rama është Zeus, se tjetra thot se Rama është 10 hapa para, e treta thot është brend botëror. Pra, lista e turistëve është lista, do ta themi haptas, më qesharake që është paraqitur ndonjëherë.
Sepse, çfarë ndodh? Këta vinë, shkojnë, marrë një mandat, rrinë 4 vjetë, vazhdojnë punën e tyre dhe merr një grup turist tjetër, i sjell, i merr dhe këta i quhen fasada, këta i quhen mërmetim, këta i quhen ripërtritje. Por ripërtritja nuk është një proces turistik. Ripërtritja është një proces përfaqësimi shumë serioz. Dhe imagjinoni ju, këta shkojnë njerëz pa asnjë lidhje. Nuk po përmend emrat të tyre. Po kjo është e vërteta. Këto janë 3 kategoritë e listës së altoparlantit të Edi Rams, që përpiqet të shes nga mëngjesi gjerë në darkë